Rezi Dielli ju uron javë të mbar, mirë se erdhët në këtë të hënë, jemi së bashku me rubrikat tona që kemi menduar për të ndarë me ju. Do të flasim së bashku, do të komunikojmë në pjesën e bisedës në rubrikën Bima dhe Shëndeti, ku sot do të flasim për një çështje që është shumë e rëndësishme në ditët e sotme, për shëndetin e meshkujve. Do të flasim për testosteronin e ulët tek meshkujt, sepse jeta moderne, jeta sedentare, ushqimet, stili jetesës, pra, ka ndikuar që tek meshkujt të ketë mungesë testosteroni në masë, aq më tepër, tek të rinjt, si ndikon kjo në shëndetin e tyre dhe çfarë duhet të bëjnë për të rritur testosteronin në mënyrë natyrale. Është shumë e rëndësishme për ta theksuar në ditët e sotme, shumë meshkuj në mosha të reja kryesisht kanë probleme me impotencën e tyre, kanë problemet seksuale, ndaj le të dëgjojmë më shumë se çfarë duhet të ndodhë dhe çfarë duhet të kenë parasysh pikërisht duke nisur me metodat natyrale si fillim dhe pas nëse është e nevojshme, sigurisht do të kalojnë në metodat konvencionale. Do të kemi horoskopin, parashikimin e yjeve për 12 shenjat e zodiakut, është java e fundit e prillit, si mbyllet kjo javë dhe a ka ndikim tek shenjat të caktuara apo jo. Do të jemi me astrologen Denisa Shyle dhe ndërkohë me vrap në kuzhinë të përfundojmë recetat e ditës. Java nis edhe në menun ton javore, mirëmëngjesi, në kuzhinë, duke eksperimentuar, shijuar recetat e ditës me Albanën. Me produktet të përzgjedhura, me produktet sigurisht, tona, pra me produktet vendase, sepse kjo është një domethënie shumë e madhe, patjetër, dhe kam thënë disa herë, që trupi ju në gjithmonë është i organizuar mbas produkteve që ka vëndyën. Pra, vëndyën, sepse ne jemi është në ADN ajo gjë. Pra ndaj dhe shijet janë më të mira kur themi ne dora e nënës, edhe produktet e tokës nën janë më të mira. Del shia akoma me e dur. Ke 10 veta. Të 10 i keni një konkurs. Në 10 vendos edhe 2, ose 3 më sakt. I treti i vërteti. 1, 2, 3, për shembull, e treta e vërteta, dhe do gatuajnë të treti njëjtin gatim. Të njëjtit përbërës. Gatimi më i mirë ku do dali? Do dali që me le. Po Niki, po Kolka. Janë përbërësit e njëjtë, po jo dëshira, energjia dhe pasioni i njëjtë. Jo është kryesorja. Bravo Niki. Atëherë normalisht është energjia një, është edhe perimet e vendase dhe të tokës. Atëherë këtu kam vajin dhe e nisim kështu me enigmë. Kam mishin e grirë. Orizin, qepën, karotën, vezën, kripën, piperin, rigonin, salcë koncentruar, salcë që është më e hollë, kam qepën të grirë, imët, sikurse pjesën tjetër do ta vendos në gjysmë hënë. Qofte me oriz, por nuk kemi ato juverlaqjat. Kemi diçka tjetër, kemi qoftet që mbështillen me oriz. Orizin nun e kam lënë ujë të nxehtë, ose më sakt, mund ta zini shumë pak. 2 minuta. Thjesht atë shpërthej kokra. E kemi thënë që orizi që të mbetet i bardhë dhe kokrat e jetë e till, normalisht me një shplarje shumë të mirë, dhe kur unë e thash me një shplarje diku 10 herë, pra unë nuk them që shplarje 1 herë, 2 herë, 3 herë, anvisat filluan të thonë 10 herë. Ose unë e marrë dhe e skuq. Jo. Çdo gjë ka një rregull të vet. Patjetër që kërkon një shplarje dhe nuk e vëm në shplarje derisa të kulloj uji, po vazhdimisht në mënyrë të veçuar. E shplaj mirë, kullon. E shplaj sërish derisa mos ngeli uji të jetë i kulluar kur themi ne qelibar. Po. Vendosa qepën. Por nuk kam ngrohur akoma vatrën. E lë dhe e mbyll. Marë. I tregojmë ndërkohë edhe përbërësit e tjerë të recetës, duke i shtuar dhe duke i përmendur. Një qep kam unë këtu, e pas kam lënë qepën në... Edhe një tjetërën e kemi aty. Atëherë, sa ti tregosh ti, normalisht edhe unë filloj edhe bëj përbërësit e tjerë. Pra, përveç se orizit që e shpjeguan procesin, duhet lash shplar mirë për çdo lloj gatimi, përveç se te risotto e kemi theksuar këtë gjë. Kemi mishin e grirë, kemi karota, po ashtu dhe karotat janë të grira në rende.
pak ujë, salcë të koncentruar dhe salcë normale, pure domatesh, dafin, krip piper të zi, shtojmë edhe në energjikun, dhe një kokër vezë. Sigurisht qepën të cilën fillimisht e zbusim, e kaurdisim, e lëm aty në temperaturë së bashku me karotën. Ja, kështu, i lëm bashkë që të punohen. I përzjej. Pra, gjysëm hën qepa dhe pjesa tjetër të jetë në rende ose sa më imët. Do të kaloj. Ato do të jetë pjesë përmbushjen e Kjo do jetë lëngu. Është lëngu, baza. Është lëngu. Lëngu që do të... Pak usfare piper dhe i lë të bëhen. Do të shtoj. Piperin. Ndërtojmë tani qoftet. Kripën. Dafinën tek pjesa. Dafinën e kam. Një pjesë qepe. Dhe e punojmë. Nja se kishim këtu pjesën tjetër. Shtoj një pjesë tjetër qepe. Një kokër vezë. Sigurisht që do jetë për tavë kjo recetë. Punojmë i vendosur aty. Sikurse bimat aromatike që mua më duhen. Do ta lë paksa të qëndroj në rahatin e vetë. Edhe marrin aromat mira. Një përzierje. Do të shtoj salcën e koncentruar, sikurse salcën pure. Aja do të shërbej si shoqëruese, si shtoj pjesën tjetër të piperit dhe ja që unë të gjitha i kam përdorur. Pra qepa, karota gri, erza, salcat e koncentruar edhe pureja, dafina, erzat e tjera, janë gati në një mas të vetme, të shishme, aromatizuese, duke ndihmuar tani dhe me ujë për të zirë dhe për të zbutur akoma dhe më mirë perimet. Normalisht do më duhet sërish masa ujit derisa të mbulojnë qoftet. Dhe ajo do më duhet me ujë më pas. Me ujë e sjellë edhe unë, që ta kesh atë gati. E lë që të vloj. Tani do të ndërtojmë marr bimët qoftet aromatike. Është paksa ndryshe në formën e një gjellë ku do t'i vendosim qoftet sipër, qoftet mishi me të mbështjella me oriz, dhe gjella që ka brenda qepën, karotën, dafinën, salcat, erzat e me radh, dhe pa dyshim bimët aromatike që janë të pa ndashme në recetat tona. Po të duam ne, opsionale mund të vendos edhe një thelpi hudhër. Tek gjella, tek salca, së bashku me bimët. Po, merë të ngjyrën e këndshme. Pra, ose po të doni ju, mund t'i vendosit të gjitha, mund t'i prisni në
gjysmë hënë. Marr pjesën e bimëve aromatike brenda. Shtoj pak vaj. Vajin. E punoj. Ka mbetur vetëm orizi për ta shtuar. Dhe pastaj formojmë qoftet, të cilat i vendosim tek tenxherja. Derisa kjo masë të bëhet një masë e fortë. E ndihmojmë duke e vendosur dhe në frigorifer, por për shkak të kohës ne nuk do ta lëm dot disa minuta aty, sepse mira është të qëndrojë një gjysor, bëhet një masë e ngushtësuar. Marr masën e një luge. O plot. Pa tjetër, më pas shikoj dhe rregulloj, se nuk është se Tham. do t'i mas perimetrin e qoftës. Derisa dhe uji bëhet. Edhe Pra të uji, po gjithë këtë masë i japim pastaj që mua format me më orizin. duhet. Dhe filloj. Këtë këtu. Këtë këtu. Po. Dhe Filloj. Dhe pjesën tjetër. sa u bën Dhe ja, 12? Apo më As shumë? vetë nuk i numrova Më shumë se drejtën, 12 po. duhet jenë. Ndërkohë, tani që i përfunduam të gjithë përbërësit, jemi në përfundim të montimit të recetës dhe më pas kalon për të finalizuar. Shohim së bashku recetën e shkruar dhe ju ta gjeni pastaj edhe në YouTube-in ton, në Reze Dielli. Gjell tigani me qofte mishi në oriz, 2 qep, 1 karot, 1 gjethe dafin, 1 lug salcë speci ose salcë domate, 300 gram mish të grirë, 200 gram oriz kokër gjatë, 1 qep, 1 vezë, krip, piper dhe erza sipas dëshirës, ku patjetër mbizotëron piperizi, bimët pastaj aromatike që e lehtësojnë dhe japin atë freskinë e duhur. Formën qofteve dhe ky është edhe hapi i fundit. I parafundit faktikisht. Që është dhe orizi, I parafundit është vendos edhe top thatë të gjitha duke i vendosur në masën e një luge. Bë një larje duash dhe më pas rregullimin ku ka pak më shumë, ku ka pak më pak. Pastaj këto ngjyen, domethënë No. bashkohen me orizin. Proces Thashë i përkas tregonim dhe me një 2 orizin. me oriz, pastaj të kaloja tek shkëputja e radhës. Se kam Dhe trajtuar se gjatë mua më një trilluar. kohës që ne shkëputemi, vazhdojmë me pjesën tjetër, pra do të tregojmë me procesin e fundit, derisa ne të vim përsëri në studio, duke ndihmuar me vaj që të mos ngjisi masa, kur duart janë dhe të lagura. Shifeni nga afër tani, pra bëhet qoftja dhe zhytet tek orizi i zier dhe i kulluar. Orizi duhet të jetë kokër gjatë i tillë. Po, është zier, është pëlar mirë dhe Shumë pak, ose 10 minuta e lëm nga këtu kalojnë në direkt ujë në të tenxhere. nxehtë. Ja. Dhe filloj tani Qëndroni me të ngjitur tjera. pas qoftes dhe do të vazhdojmë me pjesën tjetër në këtë formë derisa të mbushet tenxhera plot, kështu që rikthehemi më njëherë pas mesazhit promocional të radhës. Dhe kemi përfunduar recetën tonë të parë, do kalojmë tek ca kunguj në kos tani. Unë do t'ju lexoj fillimisht recetën e shkruar në ekran. Ju shënojni përbërësit ose rikujtoheni për ta përgatitur sot. Pasdite kungulleshka me kos, ju duhet 1 kg kungulleshka, 1 kg kos, 1 kokë hudhër, vaj bimor për skuqe, 2 lug vaj ulliri, 1 lug miell, 1 tuf koper, krip, piper i zi, piper i kuq. Recet pasditeje, dreke, e gjeni ju kohën, vaktin për ta përgatitur, di që në këtë formë të skuqes së kungulleshkave shijon shumë edhe në këtë sezon, ku i kemi tani avash të gjitha perimet. Pra Këto kam skuqe mi kemi kunguj, prerë në disqe fillimisht gjë që kungulleshkat të marrë dhe tona. një
si që janë, pas larjes pastrimit, një prerje 1 centim për shumë. Fungujt. Masa e hudrave. Erza të ndryshme. Po të vendosni, keri është akoma dhe më mirë, sepse i ka të gjithë erzat. Masa e kripës, e pak masa e kripe këtu që mos të zgjatën fare unë. Pakës fare piper, e pakës këtu, ja. I largova të gjitha. Një përzjerje e mirë të një. Vendos, shumë pak vaj. Sikurse Edhe në qik miell. dhe pak miell. Ja u përthith lëngjet mielli, nuk i lë të ngjitet. Përse vendosa vaj që të ngjitet mielli. Po. Në të kundërt, unë e bëra kështu alla shqiptarçe, në të kundërt, në vajin që kemi shtoj miell. Dhe më pas vendosim perime direkt. Edhe bëjnë sikur janë të spërkatura me miell. Nëse vajna është ngrohur, do t'i skuqim pra marinim, pudrosje me miell, skuqje në vaj për skuqje dhe më pas bashkimin me kosin, ashtu të nxehta siç janë dhe me gjitha të vajin dhe lëngjet. Ose në të kundërt, Shojnë. shumë mirë mund t'i kaloni me letër pjekje. Por, Më të shishme janë të skuqura me të drejtën. janë të skuqura sepse Lëshohen nuk më është mirë është mishi, aromat. thjesht është vetëm kosi. Po. Ja, Vetë jepet kungulleshka këtë recet kështu e kanë patur, në kuptimin kjo recet ka qenë me kungulleshka të skuqura, pastaj nëse do kalojmë te që themi pak më e shëndetshme, i pjekim, por shijen e kanë kështu. po, në një letër pjekje. Mund të marr dhe një tenxhere të vogël. Gjë që do ta largoj se atëherë. Paralelisht bëj pak vajin të lutem. Vajin, do t'i digim çik vaj për sipër. Pra shumë pak vaj. Miellin direkt. Pra nuk pres që të kem direkt. Më duhet pak fare për trashjen e kosit. Por miellin duhet ta punoj. Pra të piqet pak. Patjetër. Të lëshoj dhe ato aromën karakteristike. Dhe këto receta të tilla, të skuqjes, për shembull, kungulleshkave në kos apo specave në kos. Miellin pa konsumojnë edhe një ditë më pas të ftohta. Pra ajo është gjë tjetër, kjo është që përderisa unë i kam vënë shumë erza. Kur është e ftohtë nuk ka kaq erza. Nuk ka as mund të ketë vetëm piperin. Dhe i shkon piperi i bardhë dhe jo piper tjetër. E kemi thënë që piperi është në varësi të pjekjes të niveleve, i bardhi, jeshili, i ziu dhe i kuqi që përdoret e barista dhe tek ëmbëlsirat. E përziej aq mirë sa që unë nuk lejoj të ketë e ke të ndaluar të kokrizohesh. Nuk duhet kokrizohet, sepse na duhet që të qëndroj delikat kremos si kosi. E marr dhe bëj rrahjen e kosit.
Nika, mund të shumë marrësh pak telin të lutem? Po, vetëm vaj, krip, edhe piper të zi. Op. Shiko se mos është aty poshtë teli. Ja, këtu. Faleminderit. Kjo është diçka e re, se ne në përgjithësi kemi bërë kosin thjesht vajin e ullirit, kripën edhe kungulleshkat. Po të duam, kam furun e para ngrohur dhe dhe mund të qëndrojnë së të është në nxehta, mund të qëndrojnë dhe të i vendosim për vazhduar procesin e tyre të pjekjes edhe në furr. Pra pas janë skuqur, aromatizuar, krijuar ky kremi me miellin. Kam të këtu të marrë edhe një pecet që të shi pak duart se ja. Tani pas pjekjes do të presim aty një masë shumë pak, shumë pak na duhet. Okej. E marr. Nuk ta vendos tani në furrë se shumë pak do më duhet. Po. I largoj të gjitha. Kungulleshka dihet më qanë të buta, më shumë lagështirë. Demonstrimin. Ne i largojmë edhe kapakun e lëmë që të zihen akoma neve, por që ua treguam. Dhe orizi do shpërthej, por nuk do largohet, nuk do shkoj tek lëngu. Thjesht do jetë tek qoftja. Pra, recetat tona ishin 2, kungulleshkat sa po i përfunduam, i lexojmë edhe një herë së bashku, meqense ishte receta e dytë e fundit për t'i përmbledhur përbërësit e saj, kungulleshka në kos. Pak ndryshe procesi i përgatitjes së recetës, ju duhet 1 kg kungulleshka të prera në rrath, të plota rrathët, 1 kg kos, 1 kokë hudhër ose plur hudhre, nëse nuk e doni të jetë aroma e fortë e hudhrës, vaj bimor për skuqje, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë gjelle miell, 1 tuf koper, krip, piper i zi dhe piper i kuq. Kjo është receta e dytë. Kalojmë tek qoftet në oriz, një gjell tigani ose tenxhere si të doni ju. Ajo ende s'ka përfunduar procesin e pjekjes të zjerjes, do ta vendosim të qëndrojë në temperaturë konstante mesatare. 2 qep kemi përdorur, 1 karot, 1 gjethe dafin, 1 lugë salcë, speci ose domate, 300 gram mish i grirë, 200 gram oriz kokër gjatë i lar i shplar mirë, orizi dhe i zier më pas, 1 kokër qep të grirë dhe kjo, 1 vezë, krip, piper i zi, erza si pas dëshirës, piperin, energjikun e përdorëm duket, bimët aromatike që janë të pandashme. Vetëm do diçka, orizi do t'jetë në ujë të nxehtë i vendosur, jo i zier, sepse po të zihet, nuk do kemi këtë rezultat. Pra, shplahet mirë, edhe vendoset në ujë të nxehtë. Në ujë të nxehtë lëreni pak edhe kullojeni, po jo të zjej. Po. Qartë, e drejtë për ta sqaruar si informacion për anvisa, jo ta përgatisin këtë recetë, dhe shifeni në sa kohë kemi lënë në lëngun në gjellën përkatëse, orizi është ngjitur fort pas qoftes. Edhe nuk shpërndahet te lëngu. Edhe pas zjerjes, se ne kemi gjysmë të zjerë aktualisht gjellën. Këto receta të dyja do t'jenë sigurisht me foton përkatëse, kur të ketë përfunduar dhe në servirjen që i bëjmë në pjatat tona kur i degustojmë, do t'jetë patjetër në kanalin ton në YouTube Reze Dielli dhe në rrjetet tona sociale, po me të njëjtën emër, Reze Dielli. Të lumshin duar, shihemi nesër, pas reklamave do të vim me horoskopin e kësaj jave, ju presim. Jemi në javë të re, do të mësojmë tani gjithçka rreth 12 zodiakëve me Denisën. Mirë se erdhe Denisa. Si që të sjene. Si që të kam këtu, si do t'jetë kjo javë në këndvështrimin astrologjik, do t'i marrim me rast shenja si gjithmonë. Po, patjetër. Kjo është javë disi më pozitive. Kemi fillimin e muajit maj,
është në datën 1, për konditës së premte, dhe bashkë me fillimin e majit do të kemi edhe një hënë të plot. Është ndikimi më i rëndësishëm i kësaj jave, ndërkohë që gjatë fundjavës patëm kalimet planetare të Venusit dhe të Uranit tek shenja e binjakut, prandaj edhe shenja e binjakut vërtet gjatë kësaj jave do të ndihet shumë si ndikim. Vazhdojmë që të kemi shumë vendosur tek shenja e Dashit, edhe kjo është ndikim shumë dominant. Në përgjithësi kemi një element zjarri shumë të lartë në hartë, që domethënë mund të jemi shumë më tepër impulsiv, është e vlefshëm për të gjitha shenjat. Tani kur të kalojmë tek shenja me radhë, do i përmend gjithsecilin. Po, e fillojmë me Dashin, si gjithmonë. Shenja e Dashit, njëherë si fillim duhet jemi shumë të kujdesshëm. Gjatë gjithë kësaj jave duhet jemi shumë të kujdesshëm me fjalët që themi dhe marrëveshjet që bëjmë, duke qenë se marrëveshjet nëse bëhen efikase, mund të kemi të ardhur materiale vërtet shumë të mirë, të zgjidhim shumë probleme, madje të firmosim disa marrëveshje të cilat ose themi të kemi dhe mbarimin e gjyqjeve, të cilat mund të thonë edhe firmosim disa marrëveshjeve të cilat janë shumë fitimpurse për të dyja palët, ndërkohë që nëse jemi impulsiv, detyrimisht mund të humbasim. Kemi ndikime shumë të rëndësishme edhe për sa i përket çështjeve sentimentale, sepse kemi një mënyrë komunikimi vërtet shumë romantike. Demi? Shenja e Demit, te kriza të shumta gjatë fundjavës, nuk është tashmë i ka kaluar, duke qenë se do të kemi një hënë të plot, siç e përmendët, ditën e premte tek shenja e Akrepit që është përballë me ta. Domethënë që marrëdhëniet personale ose marrëdhëniet partneritetet në përgjithësi do të jenë të ndikuara. Ky ndikim ka dhe një farë ndikimi pozitiv ose me them mund të përkthehet në diçka pozitive, mjafton që ne të komunikojmë hapur. Dhe të jemi të vëmendshëm në lidhje me shëndetin, është e vlefshëm për gjitha shenjat kjo, po edhe për shenjën e Demit. Po, kalojmë tek binjakët. Shenja e binjakëve gjatë sa jave do të jetë i sigurt në hapat që het. E ka shumë më të qartë tashmë, duke qenë se Urani kaloi tek shenja e tij. Madje kemi disa ide shumë përparimtare, komunikimin e përdorim siç duhet. Marrëdhëniet sentimentale janë vërtet shumë të favorizuara, madje kemi pikë vështrim shumë më të gjerë të botës, por jemi dhe shumë impulsiv. Prandaj edhe nëse jemi thjesht të kontrolluar në mënyrë se si veprojmë dhe reagojmë, detyrimisht të kemi të thjeshtë të përdorim gjitha këto pozitivitete që sapo përmendëm. Kalojmë tek Gaforia. Shenja e Gaforis, jemi tek një hënë plot, detyrimisht energjia është duke u rritur. Periudhën negative ose periudhën e vështirë me sfide ka kaluar tek shenja e Gaforis. Gjithsesi duhet të vazhdojmë që të jemi të vëmendshëm në lidhje me shëndetin dhe çfarë konsumojmë, më të themi, sepse sistemi i tretës në përgjithësi do të jetë ndikuar, vazhdon që të jetë ndikuar. Kemi një sukses shumë të madh në lidhje me karrierën. Mjafton edhe për ta nëse thjesht nuk veprojmë në mënyrë impulsive ose reagojmë në mënyrë impulsive kundrejt e provave tan, është i vetmi kusht dhe shumë e thjeshtë për të bërë. Ishte e vlefshme edhe javën e shkuar kjo për vazhdon që të jetë efektive në marrëdhënie me punën. Luani? Shenja e Luanit është një fazë shumë të favorshme. Në të vërtetë jemi futur në fazën e komunitari shumë thjesht qëllimet që ai ka në jetë, me një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, të gjitha krizat që mund të ketë pasur brenda ose me e për të tyre ose për karrierën e tyre, gjatë kësaj jave janë të padukshme sepse tashmë i ka zgjidhur, kemi aftësinë për këtë arsye që të krijojmë një rrjet social shumë më efikas, më të shëndetshëm, më të përshtatshëm për ta, që do të thotë edhe prezantime të shumta, jemi shumë social pra. Kjo do të thotë edhe në disa raste dhe prezantime për sa i përket çështjeve sentimentale. Në këtë periudhë shenja e Luanit mund të krijojë lidhje vërtet shumë afatgjate dhe shumë të që i përmbushin pothuajse në çdo aspekt. Le të kalojmë tek Virgjëresha. Shenja e Virgjëreshës në këto momente ka një zhvillim shumë të madh, sidomos në lidhje me karrierën. Do të jetë një periudhë e gjatë, por këto janë hapat e parë dhe hapat e parë gjithmonë janë shumë të rëndësishëm. Ka një mënyrë komunikimi në lidhje përsëri me bashkëpunimet ose në lidhje me karrierën vërtet shumë efikase, sepse përzjedhin disa fjalë të bukura, le të them, që fitojnë zemrën e personave përballë. Prandaj kemi një avancim vërtet shumë të madh në lidhje me karrierën. Për sa i përket bashkëpunimeve që nuk kanë funksionuar, do të këshilloja me ngujmë që të heqin nga jeta e tyre dhe të fokusojnë tek gjërat që në këto momente po funksionojnë, sepse kemi mundësi që të krijojmë disa marrëveshje të cilat mund të përkthehen në të ardhur materiale vërtet shumë të mirë. Është e vlefshme për gjithë javën, por këto ta ndijmë shumë më tepër ditën e premte, pra mund të jetë pak a shumë kulmimi i kësaj. Duke qenë se është dhe hëna e plotë. Po, është hëna e plotë, pikërisht kjo është arsyeja. Kalojmë tek Peshorja. Shenja e Peshorës është futur në një fazë më pozitive tashmë, duke qenë se kemi Venusin të vendosur tek shenja e binjakëve. Kjo domethënë që shikon botë pak më tepër thjeshtësi, fokusohet tek gjërat që kanë rëndësi, tek figura e madhe, më të themi. Prandaj dhe nëse i dalin problem përpara, ka mundësi shumë thjesht të ndryshojë rrjedhën ose t'i zgjidh.
Kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë, madje kemi dhe aftësi që lidhjet aktuale t'i përkthejnë në diçka shumë më tepër funksionale, sepse siç e thash, i shkojnë gjëra më tepër thjeshtësi, ndërkohë që për sa i përket udhëtimeve apo çdo gjë marrëveshjeve që bëhet në lidhje me të ardhurat materiale, futet në një fazë ku ka vërtet fat. Mjafton thjesht të dëshiroj që ta përdor dhe të përzgjedhë se ku do të zhvillohet. Në lidhje me karrierën, vazhdon që të jetë në periudhën që ka një fat vërtet shumë të madh, dhe kjo karrierë mund të përkthehet shumë shpejt në rritje në detyrë dhe si rritje në të ardhur materiale më të mira. Si do të jetë kjo javë për akrepin? Akrepi është pak a shumë një ndër shenjat më të rëndësishme gjatë së javës, duke qenë se hënë e plot do të jetë tek shenja e tyre. Do të kemi përzgjedhjen e gjithçkaje, ose më themi renditjen e gjitha gjërave sipas rëndësisë së tyre dhe përzgjedhjen në bazë të saj. Në përgjithësi është një ndikim shumë më pozitiv, sepse jemi shumë më të qartë mbi të gjitha, nuk është se kanë dhe shumë gjëra në përduar ose në jetën e tyre, prandaj dhe i dinë çdo gjë se ku ta vendosin. Në lidhje me çështje sentimentale është një shenjë shumë e favorizuar në këtë moment, sepse ka një pasion shumë të lartë për jetën, pak më tepër problemet që mund të kishin brenda lidhjeve tashmë kanë zgjidhur. E vetmja gjë që vazhdojmë që duhet jemi të kujdesshëm është shëndeti fizik. Duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm, nuk ka, domethënë lidhje me shenjat e tjera mund të kishim disi më tepër mundësi për të anashkaluar, kurse për shenjën e akrep duhet të jenë shumë të rregullt në rutinën e tyre të përditshme. Një qartë. Le të vjojmë me Bricjapët. Shenja e shigjetarit. Shigjetarit, e kaluam shigjetarin. Shigjetarët. Shenja e shigjetarit është në këto momente fokusi kryesor është partneritetet. Si në lidhje sentimentale, po ashtu në lidhje biznese është diçka shumë pozitive, më duhet ta nënvizoj. Kemi një komunikim vërtet shumë efikas, marrim ndihmë shumë të madhe nga vëllezërit dhe nga motrat. Do të jetë për gjatë gjithë javës në vazhdim, madje mund të themi gjatë 10 ditëve në vazhdim. Ndërkohë që për sa i përket botës së brendshme del pak a shumë në sipërfaqe dhe kemi mundësi që të përballemi me hijet tona ose me shejtanët tonë, le të themi në këtë mënyrë. Prandaj dhe kemi aftësi që të zgjidhim të gjitha problemet që kemi brenda vetes. Në lidhje me shëndetin edhe shenja shigjetarit është e prekur, më tepër preket bota e brendshme, siç e përmenda pak përpara, por kjo mund të përkthehet edhe në një trysni shumë të madhe, gjë që mund të kemi edhe lodhje ose rrjedhje të imunitetit. Tani është radha e Bricjapëve. Shenja e Bricjapëve në këto momente krijon një stabilitet të madh. Ka më të thjesht për ta krijuar këtë, duke qenë se dielli është vendosur tek shenja e Demit dhe është një tjetër shenjë tokë, prandaj dhe e percepton shumë mirë për më tepër që ka dhe fat, pak më tepër që edhe Venusi është i vendosur tek shtëpia e tyre jetës së përditshme, prakticitetit që kanë në jetë, prandaj edhe ditë se si ta bëj këtë, pak më tepër që merr edhe një ndihmë shumë të madhe si nga partnerët e tyre, kolegët, po ashtu dhe nga familjarët e tyre, ku më duhet të them krizat tashmë po vinë duke u zgjidhur. Edhe nëse ka tension të lartë, kemi shumë më të thjeshtë tashmë që të ulim atë si tension dhe të diskutojmë në mënyrë të hapur. Madje kjo është mënyrë e vetme, më duhet ta nënvizoj, që të zgjidhni këto probleme që vazhdojnë që të ekzistojnë. Vazhdojmë me ujorin. Shenja ujor në këto moment është më shumë fat. Kalimi i uranit tek shenja e binjakëve ndryshoi komplet konceptin, perceptimin që ata kanë për jetën, është një vendosje shumë pozitive për ta, edhe pse urani lëviz shumë shpejt dhe është pak eratik si planet, kur vendoset tek shenja e binjakëve krijon një kënd pozitiv me shenjën e ujorit dhe pak më tepër gjatë gjithë vitit do të ketë një kënd pozitiv me Plutonin që krijon një forcë gravitacionale tek jeta e shenjës së ujorit, është në përgjithësi për mirë. Kemi ndikim shumë pozitiv në marrëdhëniet sentimentale, mos lidhje të fatgjata për të krijuar dhe mirëmbajtur ato, që përkthehet në një vetbesim shumë më të lartë dhe fakt të vetbesimi arrin që të krijojë dhe diçka më stabil, si në të ardhurat materiale, në lidhje me karrierën, në lidhje me familjen e tyre. Është një javë vërtet shumë fantastike, më duhet ta nënvizoj, prandaj përdoreni në maksimum, pak më tepër që ana plot prek edhe karrierën, për gjitha problemet që mund të keni në këto momente mund t'i zgjidhni. Dhe shenja e fundit peshqit. Shenja e peshqeve kemi ndikime më së fundi, më duhet të them, tashmë shumë herë më pozitive në marrëdhënie që kemi me familjen tonë, sepse këtu arrim që t'i kuptojmë më mirë këto dinamika dhe t'ju gjejmë zgjidhje. Për sa i përket shëndetit, është një nga shenjat që gjithmonë është e ndikuar sepse ka sistemin imunitar më të ndjeshëm, por gjatë kësaj jave ka shumë më të thjeshtë të anashkalojë problemet ose t'i zgjidh, më mirë të themi. Gjithmonë rutina është e rëndësishme. Vazhdojmë që të jemi në periudhën që kemi shumë fat për sa i përket çështjeve sentimentale, madje hëna e plot mund të thotë edhe fillime të reja ose mbarimi një periudhe kur nuk kemi pasur njëri në jetën tonë, është një hënë e plot e cila për sa i përket shenjës së peshqve të pak do të shtojë shumë pasionin për jetën dhe krijimtarinë e tyre, që mund të përkthehet detyrimisht në krijimin e diçkaje ose një jete që ata dëshirojnë vërtet.
nuk ka shumë pengesa tashmë për shenjën e peshqve, edhe pengesa që i kryonin vetës së tyre tashmë nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Kjo ishte një panoramë shpejt përshkruese javës së fundit të këtij muaji të prillit për 12 shenjat e zodiakut. Vazhdim të mbarë të ditës. Faleminderit Denisa. Ndërkohë ne do të rikthehemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti pas lajmeve.